Të gjithë i njohem, na ka rastisur të shohem disa në videoklipe të shumta, projekte të ndryshme muzikore, po disa të tjera edhe në ekrane. Mirë po shtrohet pyetja. A kanë përfunduar ata shkollë, apo a kanë studiuar për profesionet të cilat i ushtrojnë sot e kësaj dite? E për më tepër rreth kësaj historie, ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga kolega jonë Maki Bajrami. Kush bën pjesën e të, i shohim tani. Shikues të nderuar, mirë mbrëma, po ndiqni sonte me ju e për ju, për ne, për të gjithë. Më them se ishte në dorën e Serbisë që sot marrë një vendim transition historik. I shohim për ditë në ekran dhe i njohim në bazë të profesionit që ushtrojnë. Janë figura publike të cilët veprojnë në fusha të ndryshme. Politikan, artist, prezantues e shumë të tjerë, sot gëzojnë popularitet, por jo fal studimeve. Profesioni që ata kanë nuk ka të bëj fare me shkollimin e tyre. Të gjithë e njohim si prezantuese, por studimet që kanë mbaruar i përkasin një tjetër fushe. Anita Haradinaj është e diplomuar në juridik, por që ky nuk është profesioni të cilin e ushtron. Ajo prej vitësh merret me moderim. Kam fillu punë në RTK, në kohën kur edhe jam regjistru në fakultet, edhe kam mejt aty, pastaj domethënë kam punu si gazetare fillimisht, po nuk e di, unë jam rrit me televizion, si që dini ju edhe që tjertë, edhe babi ka qenë, domethënë unë jam gjenerat e rrit në televizion, jam rrit me televizion, e du televizionin edhe gjithmonë në planet e mi janë për matutje ka qenë televizioni, unë ka qenë pjesë e jetës time, kështu që me dhe mos që kam pas me zgjedh televizioni. Juridik ka studiuar edhe Zanfina Ismaili, por kjo nuk e ka penguar atë të bëhet këngëtare. Realisht unë kam këndu qysh prej fëminis, do me thonë para se me studiu. Edhe gjithmonë e kam pasat mendimin dëshiren e lanin për u bo këngëtare, dhe në fakt unë jam bo para studimeve. Kur kom dasht me studiu, kom dasht psikologji, po atëherë në atë fakultetin ku unë kom studiu nuk ka qenë ajë drejtim. Edhe prej atyre 3 drejtime që kanë qenë, e pata zgjedhë juridiku, edhe kom konsideru që ndoshta ndonjë ditë kom e mujtë me sjell pak drejtësi në botë, po deri më tash nuk e kom ushtru profesionin edhe pritet. Mos prano! As profesioni Ramadan Krasniqit nuk përkon me shkollimin e tij. Dani ka mbaruar të mesme në makineri, por gjithmonë ka ushtruar profesionin e këngëtarit. Po, faleminderit Allahut, shumë herët e kom vrejt që Allah më ka jep një dhunti, ajo është zani, edhe kom fillu si fëmijë me këndu, edhe mandej nuk më ka interesu shkolla, po ma tepër më ka interesu kanga, edhe jam oretu ka kanga. Këto personazhe nuk janë penduar as pak për zgjedhjen që bën, dhe ata vazhdojnë të besojnë në atë se shkollimi nuk është i domosdoshëm për profesionin përkatës. Nuk është necessary, kur e ki atë duhunën për qatë profesion, nuk është gjithmonë 100% shkolla. Normal, nëse e ki mundësin me bo qatë profesion pa shkollë. Dhe me thonë, në artë jënë shumë senet lejume. Kur e ki talentin, nuk është gjithë qyshti me pas shkollën e kryve. Ka shumë njerëz cilët kanë studiu krejt të shka, kanë mësu krejt të shka, e në realitet janë bo krejt të shka. Do me thonë, fillimisht janë përcaktu për krejt diçka tjetër, po më vonë kanë kuptu që kanë prirja apo kanë talent për diçka krejt tjetër. Jo, me do mos, do më thonë, nështë ki njerëz që janë mjek me profesion, po ushtrojnë një profesion tjetër, për cilin kanë më shumë afinitet ose dashuri, mund bëhen dizajner në ndërkohë, apo ku ta di unë. Do më thonë, varet njëri që ka zgjedhë dhe që ka donë edhe ku e shë vetën. Nuk janë të vetmit Anita, Zanfina e Dani, studimet të cilve nuk kanë të bëjnë me profesionin. Është kryeministër i Shqipërisë, por studimet që ndoqi nuk kanë të bëjnë fare me këtë post. Edi Rama ka diplomuar në Akademinë e Arteve, Dega Piktur. Një tjetër politikan nga Shqipëria që dikur e gëzon të postin e kryeministrit të vendit, duket se nuk e kishte imagjinuar këtë profesion. Sali Berisha mbaroi fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës dhe më vonë ai u specializua në degën kardiologji.
Edhe pse mbaroi mjeksin, ai asnjëherë nuk e pa veten në këtë profesion. Karriera e Naima Bazit u zhvillua në një tjetër sferë, atë të muzikës. Eliza Hoxha studioi në arkitekturë, e kjo është edhe puna e saj, por masa e njohin si këngëtare, një pasion me të cilin ndërtoi karrierën. Mund të mendoni se ka studiuar në shkenca politike, por kjo nuk qëndron. Edita Tahiri, e cila aktualisht udhëheq bisedimet me Serbinë, ka mbaruar studimet në telekomunikacion. Blerta Deliun e kemi pa në shumë profesione, por asnjëri prej tyre nuk ka lidhje me studimet. Mbaroi aktrimin, por momentalisht ushtron profesionin e deputetës në Parlamentin e Kosovës. Edhe Flora Brovina ushtron veprimtarinë e deputetës brenda kuvendit. Pas mandatit nuk do të jetë rastësi, nëse e shohim në fushën e mjekësisë, pasi vite më parë kishte studiuar pediatrin. Zajmina Vasjarin të gjithë e shohim në mbrëmje koncerte, por edhe projekte muzikore, por kjo këngëtare sapo ka mbaruar arkitekturën. Ledri Vula është një tjetër emër në diskografinë shqiptare, profesioni të cilit nuk ka të bëjë fare me shkollimin. Studimet universitare, reperin nga Prishtina e drejtojnë ka regjia e filmit. Njëra ndër këngëtarët më të dashura shqiptare, Elvana Gjata, profesion ka këngën, por ajo ka përfunduar studimet në Akademinë e Arteve Dega Regjisur. Blendi Fevziun prej vitësh e njohim si prezantues, por studimet e dërguan drejt gjuhës dhe letërsisë shqipe. Arjan Çani, një tjetër figurë e medias, mbaroi frëngjishtën, e cila duket se i hyri në punë si gazetar dhe prezantues. Mund të ju duket e çuditshme të ketë studiuar për arkeologji, por futbollisti i kombëtarës shqiptare Lorik Cana ka diplomuar në këtë fushë, ani pse pasioni i tij është historia. Të gjithë e njohim si prezantuese, e së fundmi edhe si këngëtare, por Luana Vjolca nuk ka studiuar në asnjërin nga këto, mbaroi për drejtësi dhe më pas u përcaktua për biznes. Big Basta, në diskografinë shqiptare, njihet si reper, por nga studimet, ai del të jetë një sociolog nga Fakulteti i Shkencave Sociale në Tiranë. Soni Malaj, përveç se këndon bukur, ajo është edhe përkthyese e zonja e gjuhës frënge, pasi studioi këtë degë në Universitetin e Gjuhëve të Huaja. Këta ishim vetëm disa figura publike të cilët, pavarësisht se studiuan tjetër nga profesionit që kanë, rezultuan të suksesshëm pa asnjë dyshim.